Si e monitorojmë ne kontrollin e cilësisë? Këtu jemi në zonën e modeleve dhe gjëja e parë që bëjmë është sapo del modeli, shikojmë paralelizmin që ka bërë doktori, ose në rastin konkret kontrollojmë transfertat. Në këtë rast kemi një lugë ku transferta i lëviz. Kjo do shkojmë mrapsh, sepse duhet marrë edhe njëri tjetër masën, sepse transfertat nuk duhet lëvizin nga njëra tjetra. Në sektorin e implantologjisë sigurohemi që modeli është në rregull, pastaj do vendosim ankonet ose T-bazet për t'i frezuar ose për të proceduar punën në sektoret e tjerë. Këtu jemi në sektorin e kadit, ku do bëhet dizajni dhe do procedohet edhe me punën pastaj. Fillimisht sigurohemi që çdo gjë është në vendin e vet, si modelet në artikulator, ankonet ose T-bazet, ose modelet janë të pastra ose pa fllutska. Dhe pastaj ne procedojmë me provën plastike, ku na konfirmon çdo gjë është perfekte, pasi ajo dhe gjë do bëhet provë në klinikë. Dhe mjeku na konfirmon që çdo gjë është okay. Nëse ka diçka që nuk është okay, atëherë do të thotë që një nga procedurat ose klinike ose laboratorike janë bërë gabim. Në këtë mënyrë kthehemi mbrapsht pa përfunduar punën. Në sektorin e porcelanit, pasi klinika na ka konfirmuar gjithë pjesën funksionale dhe teknike të punimit, ne shkojmë të kurojmë gjithë anën estetike për të pasur një punim fantastik në fund.